Ligji për mbrojtjen e natyrës tashmë është në ener, kështu deklaroi Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Mohamed Hoxha. Sipas tij, me miratimin e këtij ligji pritet të forcohet sistemi për mbrojtjen e natyrës, si dhe të sjellë një sër përfitimesh të tjera në ruajtjen dhe avancimin e mjedisit natyror. Me miratimin e këtij ligji pritet forcimi i sistemit për mbrojtjen e natyrës, përmirësimi i menaxhimit të resurseve natyrore, harmonizimi me direktivat evropiane dhe përmbushja e obligimeve ndërkombëtare të shtetit në fushën e mjedisit jetësor dhe biodiverzitetit. Hoxha foli dhe për deponit ilegale në Likov dhe Haraqin dhe siguroi se me realizimin e projekteve për ndërtimin e qendrave rajonale për ngrumbullimin e mbetjeve në Sveti Nikol, Rusino dhe Novaci do t'i vi fundi të gjitha deponive ilegale. Ndërtimi i qendrave rajonale për grumbullimin e mbetjeve mbetet në fokus punës Ministrisë Ambientit, Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, konkretisht për pyetjen të cilën e parashtron që ka të bëjë me qendra rajonale për grumbullimin e mbeturinave në Sveti Nikol, procedura për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për realizimin e këtij projekti është në fazën përfundimtare dhe shpresojmë se do të përfundojë me sukses dhe do të fillojë ndërtimi i kësaj qendre rajonale për grumbullimin e mbeturinave. Ministri njoftoi se ky projekt do të realizohet me mjetet e siguruara nga Bashkimi Evropian dhe IPA fondet.